Dhe kjo është një ekspozitë kushtuar Elbasanit vjetër, kushtuar traditës dhe zakoneve të qytetit Elbasanit. Është në vazhdën e një cikli ekspozitash që ne kemi gjatë sezonit veror në qytetin Elbasanit. Sigurisht që kemi një ekspozitë kushtuar veshjeve autentike të gjithë trevat e Elbasanit, siç është Gjinari, Zavalina, Funari, gjithë Labinot Mali dhe qyteti qendra kalaja e Elbasanit. Kemi një cikël shumë bukur ekspozitash, janë fotografi dhe imazhe që dalin për publikun për herë të parë, janë nga fondi i Muzeut Etnografik Qytetit Elbasanit, dhe pse jo është një hapësirë shumë e këndshme për të kaluar disa minuta për të njohur qytetin, pse jo për t'ia përcjellë brezave të ri. Në radhë parë, dua të vlerësoj punën e mirë që bën Muzeu i Elbasanit, duke ekspozuar të tilla fotografi, të cilat çojnë nostalgjinë e para 50-60 viteve. Pikërisht këtu jemi në rrugën e vjetër të Çodet e Markata, në Krah të Djathtë. Është një rrugë që qytetarët që janë mbi 50-60 vjeç kanë nostalgji, pasi aty kryhej tregtia me pakicë në qytetin e Elbasanit. Fatkeqësisht kjo u prish 5 vite përpara se sa sistemit përmbyse. Përndryshe do ishte sot, do ishte kthyer në muze, dhe do ishte gjë shumë e bukur se ishte në qendër të Elbasanit. Edhe tregu më i bukur që mendoj që ka pas qyteti. Nuk kanë mundësi t'i shohin nëpër shtëpia, dhe një ekspozitë e tillë kuptohet i ndihmon shumë qytetarët të kujtojnë kohën e kaluar. Bravo, komplimenti që kam bërë këto fotografi kaq të bukura. Janë tamam nga Elbasani, unë jam Elbasanlia. Jam rritur, kam lindur, jam rritur në Elbasan. Kujtime se i kam pak këto foto, i kam pak e gjyshja dhe ke mami ime, fotografitë. Unë jam e 7 jetës që kështu prindit e mi kësoj fotosh kam pas. Edhe shumë bukur, bravo që keni arritur që të bani këtë gjë. Sa më shumë aq më bukur. Organizoni shumë gjëra të bukura. Do jetë diçka tamam e bukur që të vinë brezi im të vi ta shikoj më shumë. Se të rit janë shumë mbrapa nga kjo gjë, nga ekspozita, më shumë shikojnë aktivitete tjera se sa ekspozita. Ekspozita është diçka e bukur. Ju vetë jeni qytetar Elbasanit për vitesh në Elbasan? Jam Elbasani. Sa e rëndësishme është një ekspozitë e tillë fotografish për të rikujtuar? Shumë. Është për kujtuar ato gjërat e vjetra që kanë. Shumë e bukur. Dhe në shtëpitë vjetra e kemi edhe të ndërtuara me dur. Kemi pas ykllyke që fusnin gjëra. Ka shtëpitë e vjetra i kanë çdo gjë. Më pëlqen shumë ekspozita e qytetit tim, fotografitë janë shumë të bukura, më pëlqen shumë historitë e vjetra.